Bismillahirrahmanirrahim, vëllezër dhe motra musliman. Sot jam shumë i lumtur dhe i kënaqur. Jemi në Düsseldorf me vëllezërit e xhamisë shqiptare dituria të Düsseldorfit. Elhamdulillah, ka mundësua Allahu që këto vëllezërit shqiptar po blejnë këtë vendin këtu, sepse deri tani janë në objekt me qira. Dhe me datë 15 janar do lidhin kontratën për ta blejë këtë vendin. Është 1860 metër katror toka, 600 metër është kapanoni atje, që do të shërbej për xhami inshallah dhe për shërbimet mbështetëse të xhamisë. Është edhe kjo zyra 120 metra, pjesë e këtij kompleksi që ka 2 kate dhe 1 kat nën tokë. Elhamdulillah, do të jetë një pasuri që do të jetë vakuf për të gjithë shqiptarët, por jo vetëm këtu në Düsseldorf. Dhe është një shumë 1.300.000 euro e cila është mbledhur edhe është plotësuar me një pjesë, domethënë borxh që të arrihet afati me 15 janar. Sot neve hapim kontributin që inshallah ta përmbyllim shumën komplet dhe mos t'i lejmë të vëllezërit musliman me borxhe. Është gjëja më e bukur dhe jam i lumtur sepse sot subhanallah them që ku ka më bukur se sa të gjithë shqiptarët kudo që jemi neve, edhe nga Shqipëria, edhe nga Tirana, nga Durrësi, nga të gjithë qytetet, inshallah të bëhemi pjesë. Kanë bërë një thirrje për kontribut një natë përpara disa javëve dhe janë mbledhur gati 500-600 euro për vetëm brenda natës. Sa zemër të madhe kanë shqiptarët, edhe sa bujar janë shqiptarët. Atëherë vazhdojmë që ta shohim në ndjenjë. Do të fjalë, domethënë gjithë këto hapësira janë edhe këto makina të bardha, edhe ja ku janë edhe vezët që kanë ardhur me pa ambientin. E dikush është e bukur xhamive shqiptare në diaspor, ato nuk janë vetëm xhami ku adhurohet Zoti dhe ku luten edhe afrohen zemrat edhe shpirtrat me Allahun. Ato janë vend që mblidhen shqiptarët nga të gjitha anët, aty bashkohet tradita, aty ruhet gjuha, aty ruhen zakonet tona, aty neve kemi qendrat e solidaritetit për mirë, por edhe për raste vështirësie bëhemi të gjithë bashkë. Subhanallah, sa shqiptar e kanë gjetë veten ose kanë gjetë mbështetje tek xhamit që kemi neve. Prandaj them që inshallah dash Zoti të gjithë të bëhemi bashkë për të kontribu që këto vëllezërit mos t'i lejmë me borxhe inshallah dhe ta gëzojmë gjithë. Dhe sa herë kujt i bi rruga, ta di se e ka një vend këtu ku mund të qetësohet edhe ku mund të vi të adhurojë Allahun xheleshanu afër qendrës Düsseldorfit në këtë vend mrekullueshëm. Unë erdha vetëm me pa, vetëm thjesht edhe vallahi e kam zemrën plot. Inshallah edhe unë do të jem prej kontribuesve dash Zoti bashkë me miqtë dhe me shokët. Gjithë bashkë i japim i dorë. Dhe sa herë të kemi nevojë të gjithë neve të konsolidohemi dhe të aktivizohemi të gjithë me njëri tjetrin, të bashkohemi, solidarizohemi që të ndihmojmë njëri tjetrin kudo që të jemi. Allahu i rujt, Allahu i shpërblet. Kush bëhet sebeb që të hapet një xhami, Allahu i ndërton një shtëpi në xhenet. Zoti ju nderoft.